Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përsëriti se opozita nuk do të marrë pjesë në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe Reformës Territoriale. Në një konferencë me gazetarët pas paralajmërimit të Partisë Socialiste, Berisha përsëriti se nuk do të ketë bashkëpunim me mazhorancën për asnjërin prej reformave. Partia Demokratike me gjithë këtë u angazhuar në një proces duke menduar se në mbështetje të rekomandimeve të OSBE-Odirit do mund të bëheshin disa ndryshime për përmirësimin e kuadrit zgjedhor me bindjen absolute se çdo ndryshim nuk bën të mundur zgjedhje të lira për sa kohë Edi Rama të jetë në pushtet. E njëjta gjë për reformën territoriale. Por me aktin që kryen, me avokatin e popullit, shkelmon çdo parim minimal, çdo parim të bashkëpunimit minimal. Sipas Berishës, zgjedhja e avokatit të popullit tregoi se PD nuk mund të bisedojë me kryeministrin Edi Rama. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha sqaroi se Partia Demokratike është përpjekur edhe pak orë para votimit që Endri Shabani të mos votohej, përfshi edhe bisedimet me ambasadorin e BE-s, Silvio Gonzato. Ky person kaq i pak karakter, gjerë në darkën e ditës para votimit, përfaqësuesit tonë i ka thënë se unë jam dakord, unë nuk jam për Endri Shabanin, por natyrisht ka thënë këtë e vendos Rama. Di mirë se ambasadori i Bashkimit Evropian ka komunikuar me Ramën, të cilin Rama e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë, ka komunikuar atij se avokati i tij do jetë Endri Shabani. Mbetet për të parë nëse PD do ta çojë apo jo në gjykatën kushtetuese zgjedhjen e Endri Shabanit në postin e avokatit të popullit.